Fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na mundsoi dhe na lehtësoi që të ndëgjojmë fjalët e Tij. Një ndër begatitë madhështore që njeriu të mund që të ndëgjon. E mbi atë që të mund të ndëgjon fjalët e Krijuesit të Tij. Dhe kjo janë një ndër begatitë madhështore që duhet që ne ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall siç na nderuat, Allahu ju nderoft. Me janti hoxhën e nderuar Yusuf Khairullahin, edhe pse ne kishmi dëshirë që të ndëgjojmë atë. Megjithatë për nderën që na banën do t'i flasim disa fjalë siç transmetohet me një transmetim nga Davudi alayhis salam. Ku thuhet se Davudi alayhis salam I ka thonë Allahut Azza wa Jall, si ka mundësi, ja Rab, të jemi dashur tek Ti. Sinimi besimtarit që të arrin kënaqësinë e Zotit të Tij. Ai që arrin kënaqësinë e Zotit ka arrit lumturinë e kësaj dhunjaje dhe ahiretit. Pra të pyeti Allahun Azza wa Jall, si ka mundësi unë që të jemi dashur tek Ti dhe si ka mundësi që të arri kënaqësinë tënde. Allahu Azza wa Jall Davudit alayhis salam I thot, ja Davud, s'ke mundësi që të arrish kënaqësinë time përderisa nuk I përmbush 3 kushte. Cilët ishin ato kushte? Kushti I parë, tha begatit dhe mirësitë që ti kam dhuru, tha të jesh mirënjohës dhe ti dish se I ke prej Zotit tanë. Nuk ka shpej arritjeve tua, apo nuk ka shpej aftësisë tënde. Tha ja Rab, tha unë jam mirënjohës për këto begati që më ki dhuru. E dyta nga ato këto begati që ti kam dhuru, mos t'i përdorsh, mos t'i shfrytëzosh vetëm në atë vend që unë jam I kënaqur. Tha ja Rab, gjithashtu unë jam mirënjohës dhe nuk I shfrytëzoj këto begati vetëm në razinë Allahut Azza wa Jall. E treta pe atyre tha që ti bash njerëzit që t'jenë mirënjohës për begati që ja kam dhuru. Tha ditë e parat, ka mundësi unë t'i plotësoj. Ndërsa si ke mundësi që ne t'i bëjmë njerëzit që jenë mirënjohës ndaj begative të Allahu. Tha ja Rab, kjo është e paarritshme. Atëherë Allahu Azza wa Jall tha ja Davud, këshilloj përkujtoja njerëzve mirësitë dhe begati që ja kam dhuru, njerëzit do të jenë mirënjohës ndaj Zotit të tyre që Allahu Azza wa Jall I ka nderu. Dhe kjo është misioni pejgamberëve. Dhe kjo është misioni o xhallarëve. Para të thonë të pejgamberi Allahut, kur kaloni pranë kopshteve të xhennetit, në këtë dunjë tha pushonin to. Nga se thonë të pejgamberi Allahut se njerëzit nëse grumbullohen, tubohen, bashkohen me një shtëpi nga shtëpitë e Zotit, dhe përkujtojnë Allahun, lexojnë dhe shfletojnë Kur'ani Kerimin, Allahu Azza wa Jall I nderon me disa nderime, që nuk nderohet as një njeri si përfaqen e tokës, sikur që si nderohet ky njeri. Illa nazar alayhimus sakine, zbret një lloj qetësie në shpirtin e tyre. Depresionet dhe streset janë rezultat I mungesës së njerëzve në shtëpitë e Allahut dhe ndëgjimit të fjalëve të Allahut. Allahu Azza wa Jall gjithashtu I nderon që ato I mëshiron dhe me laqet janë ata të cilët janë prezent pranë tyre, njihen me to. Dhe katra thot Allahu Azza wa Jall I përmend ato në qiell. Lutim Allahun Azza wa Jall të jemi nga ato. Pra të vëllezër të ndershëm, begatitë e Allahut Azza wa Jall janë të shumta. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çfarë dush kujto, atë që e kujton dhe atë që e kujton, atë që e din dhe atë që se din, të gjithë janë prej Allahut. Dhe ne shpeshherë në për xhamin veçanti kur këndojmë, lexojmë Kur'an, një pjesë të Kur'anit, në shumicën e xhamive pas namazit lexohet një di ajete të përfundimit të suratul Baqara, Amen ar-Rasul. Pse ka ngel këtë lexohet? Apo pse shumë shpeshherë lexohen këto di ajete, për shkak se Allahu Azza wa Jall I ka shfaq begatit, mirësit e Tij ndaj robëve të Tij përmend në këto di ajete. Për shkak se para këtij di ajeteve ka zrip një ajet lillahi ma fis samawati ma fil ard
wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah. Thot Allahu i takojnë ajo që janë në qiell dhe në tokë. Ju publikone apo fshehne atë që e keni në zemrët e juaja, Allahu do t'ju llogaritë për të gjitha ato. Ki ka qenë ajeti më i rëndë që i ka zrip sahabët, kohën e pejgamberit Allahut. Dhe shkuan te pejgamberi Allahut, sahabët shokët e pejgamberit Allahut, thënë ja Rasulullah, deri tash Allahu na ka ngarku me detyra që kena pas mundësi ne t'i krijmë ato. Allahu na i obligoi namazin e bën namaz. Allahu na i obligoi sadakan dham sadaka. Allahu na i obligoi agjerimin agjeruam. Allahu na i obligoi xhihadin, gjithashtu na dham sakrificën na mos sot Allahu po na ngarkon me diçka që s'kena mundësi na ta kontrolloj. Ta cilin është ajet? Çfarë nga ngarkoi Allah? Tha Allahu azza wa jalla thot wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Ju shprehni apo nuk e shprehni, e folni apo nuk e flisni, Allahu do t'ju llogaritë edhe për të. Tha, doni ju të jeni sikur se beni Israilet të thoni se ndëgjuam dhe nuk respektuam? Do thani Rasulullah, çka të themi? Tha, ne kena dëshirë pe Allahu që Allahu të llogaritë çdo sen që e flasmi dhe çdo sen që e veprojmë. Dëgjoni vëllezër se çfarë Allahu mëshirën e madhe të tij e Allahu e shpalos në këto diajetet e fundit të suratul Baqara që thonë të pejgamberi Allahut, ai që e lexon këto diajete në mbrëmje do t'i mjaftojnë. Imam Nevavi u thonë të çka do me thonë do t'i mjaftojnë, do thotë që edhe natën mos mu ngrit ki me bo namaz natë, këto diajete, leximi këtyre diajete do t'i mjaftojnë sikur me pas boj ibadet ta natë. Pse çfarë sekreti ka nda? A di çfarë sekreti? Se Allahu ka dëshirë ti publikon begatit, mirësit, rahmetin e ti dhe ne që të rikujtojmë vazhdimisht. Mejlisu dhikr. Mejlisi dhikrit nuk ka që rotullohen ato në për xhami. Mejlisi dhikrit mesimi i halalit dhe haramit. Për kujtimi mirësive të Allahut azza wa jall. Para ta thënë ja Rasulullah, çfarë të flasmi, çfarë thojmë na? Thuni se mena wa atana, ndëgjuam dhe respektuam. Mos diskutoni më shumë. Sahabët u gjënzuan për pejgamberit Allahu dhe thënë, ja, kupton Allahu azza wa jalla semena wa atana. Ndëgjuam dhe respektuam. Allahu azza wa jalla i zrip të ajete. Dhe çka thënë sahabët pak para thëshin ata që e flasmin na, Allahu na të llogaritë për ta. Atë që kësirën e veprojnë, Allahu nuk llogaritë. Allahu azza wa jalla e ngriti që mos t'i llogaritë edhe për ata që flasin që veprojnë. E para herë ndodh në umetin e pejgamberit Allahut. Edhe që atë që e flet, edhe atë që e vepron, Allahu nuk të llogaritë edhe për ta. Për cilën? Atë që e harron, e ban me harres. A nuk është veprim? Atë që e flet, a nuk është fjalë? Atë që e ban gabimisht, nuk don, mirë po e ke bën gabimisht. Allahu atë llogarit për ta, Allahu dhe për këta nuk të llogarit. Atë që të bëhet në imponim, Allahu e llogarit, nuk të llogarit. I vetmi ummet, pi 70 ummeteve që nuk llogaritet për gabimin, për harresën dhe për imponimin. A nuk ishte Ademi a.s. që i harroi edhe Allahu llogariti e qiti e nxjerri pe xhenetit zripin tokë? Krejt gjithë që kanë gabu para nesh janë llogarit. Kjo është bereqeti i mirësisë për çka se këto ishin mirënjohës ndaj Zotit të tyre dhe thanë se mena wa atana wa ilayka al-masir. Ata zripën ajetin la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Pra njeriu Allahu nuk e llogarit, nuk e ngarkon vetëm me atë që mund. Kjo umet është i vetmi umet që Allahu azza wa jall gjithashtu obligimet ja ka lecu për çka bereqeti që kanë thonë se mena wa atana. Ne ndëgjuam dhe respektuam pa marrë parasysh çka vjen prej Zotit tonë. Për çka? Për çka se na e kena njohur Zotin tonë. Çka do me thonë me që jesh musliman? Musliman do të thotë që ke marrëveshje mes teje dhe Zotit. Mirë, po para se ti të bëjsh marrëveshje me Zotin tanë, a e njeh Zotin tanë? Merr një njeri, një Maqedon, mendova se ka lexuar për Islamin, s'kish pas lexuar. Dhe tha jam interesu me njoft Islamin. E pyeta fillimisht, tash a e njeh ti Zotin tanë? Tha jo. Tash a ke dëshirë të njihesh me Zotin tanë? A keni dëshirë me njoft ju Zotin tu? Kush është Zoti ju? Me të pyet dikush, kush është Zoti jot o ti musliman? Çfarë kishe thonë? Ha?
Kusha Allahu, ma përshkruaj Zotin tanë. Allahu Azza wa Jalla ka përshkruajt në një sure që ka thonë ka vlerë 1/3 e Kur'anit. Qul huwa Allahu ahad. Çka do të thonë është i vetmi. Nëse pyet ty se kush a që dhuron jetë, kush a që e ngjall njerin pas vdekjes, thuaj Allahu. Nëse të pyet dikush, kush jep ti rrezik, furnizim, thuaj Allahu. Nëse të pyet dikush se kush ka mundësi të zbukuroj, kush ka mundësi të pasuroj, kush ka mundësi që të shëroj, kush ka mundësi që të begatoj, kush ka mundësi, kush ashtë? Ashtë i vetëmi Allah. Musliman ku të njohin Zotin e tyre, se vetëmi Allah, a kanë mundësia mo zemrët e tyre të lidhen me dikan tjetër pos Allah? Rezultati lidhjes e muslimanve të zemrave të tyre me dikan tjetër pos Allah, neve në ka rezultu që kena pasuri, pa sa, pa lëgori, mi po nuk ngop mo asnjëherë. Kena të mira, begati të një pasnjërshme, mirë po nuk na kujtohen asnjëherë. Depresion, stres, problem, të vazhdueshme, për shkak se ne ende nuk e kemi njohur Zotin ton e pastaj të jemi të kënaqur me Zotin ton. Për ata Allahu Azza wa Jalla ka definu veten e tij dhe ka qef Allahu Azza wa Jalla të lexohet kjo sure vazhdimisht. Ka thonë ai që e lexon këtë sure është sikur me lexoj 1/3 në Kur'an, mbi lekon hadithe kush e lexon 10 herë i ndërtohet në pallat në xhenet. Pse? Për shkak se i përshkruan sifatet, atributet e Zotit të tij. Qul huwa Allahu ahad. Nëse të pyesi se kush ka mundësi që ta bën të pamundër të mundur, a thuaj Allah. Kush është që e krijoi këtë dynjë? Allah, i vetmi. Kush është që e zrej shiun? Është Allah. Kush është që të begaton, të pasuron, të marton, kush është? Allah. Pra thuaj Allahu është i vetmi që ka mundësi që të realizojë ëndrrën tonë që nuk ki mendu se kur nuk ka mund të realizojë. Qul huwa Allahu ahad. Ai Allahu e bën. Allahu Samad, që do me thonë? Do thotë që Allahu Azza wa Jall nuk është i nevojshëm për juve farë, për kërkan. Allahu Azza wa Jall nuk e pasurojnë falënderimet dhe lavdrimet dhe adhurimet. Atëherë pse Allahu na ka urdhëruar të falënderojmë dhe të adhurojmë? Për neve. Fëmin ku ta shifsh e gjesë se pe kap atë kablin, qërum dhe pe kap rrima, çka i thua? Kujdes, mos e prek. Po nëse e prek dhe e zen rrima, atë ban dam tije? Po nëse nuk e prek, atë ban dobi, tije nuk ban. Kujt i ban dobi? Ati të cilën e ke urnu ti. Pra Allahu Samad, ja ju nas, antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju jeni të vobek, të varfër, të nevojshëm për Zotin tuaj. Wallahu huwa al-ghani. Allahu është i pas. Allahu është i falënderuar, i adhuruar para se ti adhurojsh. Pra ku ti bish Allahu në sejdë, i thua subhana rabbi al-a'la, ti e ai pa të meta që meriton lartësinë më të madhe, mos mendo asnjëherë se je tu i rosejë për shkak që i ban dobi Zotit tënd, po ti i ban dobi vetes tonë, nga se je njoftu me Zotin tënd. Allahu Samad. Allahu s'ka nevojë për askënd, po këtë gjithë janë të nevojshëm për Zotin e tyre. E nëse shibet dyshimet kanë ardhur për dikuj që Allahu ka lind apo është i lindur, ka thonë lem yelid wa lem yulad. Leni këto muhabete se ai që është Zot s'ka mundësi të linde, e ai që është Zot s'ka mundësi të jetë i vobekt, për shkak se njeri kur të linde ka nevojë të kujdeset dikush për ta, edhe gjithashtu s'ka nevojë ai që ta lind dikan që të përkrahet nga dikush. Lem yelid wa lem yulad. As nuk ka lind që jetë i varfër, e pastaj të fitoje cilësi, atribute të cilët nuk i ka pas, se sa Zot. Walem yulad. As prej atij askush s'ka lind për shkak se ne kena dëshirë me lënë një nip apo një stërnip që mos me na upën çka? Prej ardha jonë edhe me na ndihmu na kur kena nevojë për ta. Allahu nuk është i nevojshëm për askënd. Ghaniul Hamid, është i pas. Walem yakul lahu kufuwan ahad. Pra pa marr parasysh që kush të emërtohet si Zot nuk ka mundësi që të jetë Zot nëse nuk i përmban këto cilësi, nga se Allahu nuk i përngjason askujt. Kja është Zoti jo. Të gjithë thet nuk i kanë definu Zotin e tyre. Ndërsa Allahu Azza wa Jalla ka definu, e ka përshku veten e tij me këto 4 ajete. Kja është Zoti jo. Nëse të pyesi kush është Zoti jot,
Thonë Zoti im është i cili e pasisht krijon, Zoti im është i cili dhuron, Zoti im është i cili pasuron, Zoti im është i dhuron jetë, Zoti im është i dhuron vdekje, Zoti im është njeriu e varfëron, Zoti im është i cili pasuron, Zoti im është njeriu e trashëgon, Zoti im, pra kjo është Zot i vetmi i cili nuk ka shok në ta. Të gjithë janë të nevojshëm për ta. Ti je i nevojshëm për Zotin tënd. Ti pse kena në xhami? Na pse kena në xhami për shkak se jemi të nevojshëm për Zotin tonë. Thashë e kuptove ti kush është Zoti, tha pasha Allah bogam. Tha pasha Allah, tha se efte unë po njifna me Zotin tim. Thash e po tash a ki dëshirë me ditë çka ka dëshirë, çka don Allahu dhe çka s'don. Nëse ti do me njoh Zotin tënd. A misafiri ku të vjen jot, dashamiri miku jot shtëpinë tonë, a ki dëshirë se cili jemek i pëlqen, cili si pëlqen? A ki dëshirë që ti dashuri jot që ka i pëlqen dhe s'ka që pëlqen? Tha nëse thash do me ditë kjo është halali dhe harami. Halali dhe harami çka është diçka tjetër? Halali dhe harami është që Allahu e definon çka e pëlqen dhe çka nuk e pëlqen. Edhe më interesant pikë se këtë këto që i pëlqen, Allahu Azza wa Jall janë të dobishme për ti. Krejt këto që Allahu nuk i don dhe nuk i pëlqen janë të dëmshme për ti. Pse Allahu nuk e don? Pse Allahu e ka bë haram? Për çka se janë të dëmshëm për ti. Pse Allahu e ka preferuar dhe e ka lip? Për çka se janë të dobishëm për ti. Çka është feja jote? Çka është feja jote? Allahu Azza wa Jalla ka dashur namazin për ata na i kena i kuperul Allahu mirë por ka treguar Allahu Azza wa Jalla se çfarë bën namazi në jetën tonë. Allahu e ka preferuar agjerimin, por agjerimi çfarë? Dobi i sjell njerin në organizmin e tij. Allahu Azza wa Jalla e ka preferuar zakatin. Na japni zakatin. Edhe interesant, zakat ku qipsh pakohet, ama në fesh shtohet. Nga se është shartim i pemës. Pema, e cila ka pranë verë shumë dega, i pret do dega, që me ta dhon fritin më të madh. Kjo është zakat. Allahu Azza wa Jall nuk i kthehet asnjë dobi prej këtyre ibadeteve tona, po neve na kthehen këto dobi që na kthehen në jetën tonë. Për këtë arsye, ai që e njeh Zotin e vet, e pranon me vullnet fen e tij, lidh një kontratë, një beslidhje kena me Zotin ton, e kjo beslidhje titullohet me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Që nuk ka pra Zot që meriton adhurimin po Zotit ton. A ka dikush që meriton që të për ulmi ne me dashuri përveç Allah? A ka dikush që meriton falënderimin me dashuri përveç Allah? Pra Allahu Azza wa Jall, Muhammed Rasulullah në modelin e pejgamberit Allah. Kjo janë di sharte për të pranuar veprën. Duhesh me qenë sinqert për Zotin tan, me vullnet ti me bon dhe me dëshirë. Çdo ibadet çka i thon? Ibadet do me thonë vepër në nështrim që krijet me dashuri. Çdo nënshtrim që i bëhet pa dashuri nuk ka ibadet. Dhe çdo dashuri që shprehet pa nënshtrim nuk ka ibadet. Këto janë di kushte, këto janë di sharte. Sikur shahadeti që janë di, edhe ibadeti i ka di sharte. Nënshtrim me thonë se mjena u atana, ndëgjuam dhe respektuam dhe ju nënshtruam Allahu Azza wa Jall. Muhammedur Rasulullah në modelin e pejgamberit Allahut për shkak se Allahu pejgamberit Allahu i ka thu si shablon me ditë ti qish si e don Allahu ibadetin çat formë ti me apo. Jo ne me mor një shablon tjetër, po shablonin e kujt? Pejgamberit Allahut. Kja modeli pejgamberit Allahut. Edhe prej mirësive të Allahut Azza wa Jall, prej begative të shumta që Allahu Azza wa Jall na ka nderu, mirësia më e madhe që Allahu e ka përmend në Kur'anin e Kerim, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. El-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot thot Allahu Azza wa Jall, sot unë kam plotsuar fen tim. Thot Ibn Kathir, elhamdulillah që Allahu e ka plotsuar këtë fen, edhe s'ka pas nevojë për që të vene dikush edhe na plotësojë, për ata s'ka nevojë pejgamber me ardh pas këtij. Wa atmamtu alaykum ni'mati. A di pse nimet më i madh është feja? Se feja nuk ka ardhur në plotësimi feve para nesh që kanë qenë. Me pas qenë feja jon, plotësimi feve para nesh na u dashur me lexuar edhe Kur'anin, edhe Tevratin, edhe Zeburin, edhe Injilin, edhe këtë me lexu, edhe me plotësu feja. Mi pa Allahu çka thot, wa atmamtu alaykum ni'mati. Unë ja përmbledha begatin time me një vend. S'ka nevojë kupton më mirë me qenë libra. Veç një libër edhe me ata edhe me tanë nuk mirë. Allah e ka përmbledh. Për ata një transmetim nga Ibn Abbas që më kujtohet, Allahu Azza wa Jall i ka zrib 109 libra. Këto 109 libra i ka përmbledh në 4 libra.
Këto 4 libra I ka përmbledh Allahu Azza wa Jall në Kur'ani Kerim. Kur'ani Kerimin e ka përmbledh me një sure që na e lexojmë këtë sure në çdo rekat namazit I thojnë El-Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Që çdo musliman, çdo njeri që ka lidh kontrat me Zotin e vet, që jetë pjesëmarrës në leximin e shpalljes së Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall përmallohet për ne. Allahu krenohet me ne. Për ata ti kur thosh Elhamdulillahi Rabbil Alamin, çka thot falenderoj mu robi im. Ju që thoshni po krijoni një njeri që ka me bën çrregullime gjakderdhën tok, këshira? Ti po thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Allahu Azza wa Jalla përmend këtë njeri në qiell mesin e melekëve krenohet mburret me ta. Pastaj tek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ti të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, dhe kjo është mesme dhe robit tim. Për ata thonë të Ibn Qayyimi, çdo smunje që njeriu trupore apo shpirtërore ka në Kur'an. Nëse don me di kur e ka receptin e Kur'ani Kerimin, cilën sure bash është recepti, thënë El-Fatiha. Nëse kur e shtar të din, cilën pjesë të El-Fatihas është ilaçi, tha se fjala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, se Allahu Azza wa Jall ka thonë kjo ajet është mesme dhe robit tim, dhe unë do t'ja jap robit tim atë që e kërkon. Çka kërkon ti? Kërkon që Allahu të shëroj, kërkon që Allahu të ratoj, kërkon që Allahu Azza wa Jall pasuroj, kërkon që Allahu Azza wa Jall të shëroj, kërkon pe Allahu, thot kjo do t'ja jap unë robit tim, edhe ajetet vazhdojnë, thot kjo është për robin tim. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, kjo pjesë e Kur'ani Kerimit. Pra vëllezër të ndershëm, na fjalën la ilaha illallah, kur e kena shqiptuar, e kena shqiptuar me vullnet, e kena shqiptuar me dëshirë, e kena shqiptuar ne që pa na imponu askush. Për këtë arsye na kena thonë Allahut, pasi që kena shqiptuar, kena bën lidhje mes neve dhe Allahut, marrëveshje mes neve dhe Allahut. Dhe kjo është hikmeti dhe urtësia pse njerëzit përveç shkojnë haxh. A shpenzime bën? Shkojnë me rikujtu beslidhjen që ja kanë thonë Zotit të tyre në tokët e Arafatit. Kështu thot Ibn Abbas. Ibn Abbas I thot se Allahu Azza wa Jall kur ka zrip Ademin prej xhenetit e ka zripën ku në Mekë, në Arafat. Dhe prej shpinës së tij ka nxjerr Allahu të gjithë shpirtat, pasardhësit e Ademit, dhe Allahu ka marrë një beslidhje, ka marrë një besatim në këtë tokë. Cili ka qenë besatimi, ka thonë elestu bi rabbikum, a jam unë Zoti juaj. Të gjithë shpirtat kanë puhu. Bela. Dhe që e kanë shpuhu shpirtët, atë kujtohet? Pa ta pyet një profesor që i kanë pasur në Siri, edhe pa ta pyetën çish, kupton, nevës na kujtohet. Tha ti, a ke thirrë te nona? Thash po sigurisht po. A e beson? Tha po. Atë kujtohet? Thash jo. Shumë se në nevës na kujtohet. Megjithatë unë po ja kujtoj, ç'na kujtohet. Beslidhja mes neve dhe Allahut, shpirtat që e kanë pohuan, sa herë që Islami ti më shumë e mëson Islamin tan, sa herë që ti afrohesh me Islamin tan, ti qatë njohët me rregullat e dinit tan, e kupton se I përshtatet njeriu. Sot ishte me një dugoj artari edhe me ndrru një dukat. Mi po pithom ati zotninjës të është kupton njerë duhet me shit, pastaj me ble. Se në shkoj me ndrojmë. A nuk ban me ndru, po duhesh me shit dhe pastaj me ble. Tha o që ti teorikisht nështë e di, unë e di edhe praktikisht. Pse? Tha shvalla unë praktikisht nuk e di. Unë e di teorikisht. Tha se hilet më të mëdhoja që të bënë. Tha për çka këse ti e ta pagun ti e nëse 300 euro, 400 euro, ama me kush që ta mirësh atë të riu, e nëse e merë tha të riu në gjej shnjë një 200 euro fitim plus. Kjo a manipolimi, kështu është hajnia. Pra me do Islami ku ka ardhë, me të mbroj drejtën tone edhe të artari, edhe në peshën e artarisë. As një gram, as një cent, as gjon, as një grims nuk up, as në dunjo, as në akiret nëse I përbaz Islam. Edhe as ai s'ka mundësi të ushqej fëmijën e vet haram me as një grims nëse I përbaz dinit Allahut Azza wa Jall. Para ta e shet I merr parët, pastaj shkon ai kur don blen, tha këtu është hilja më e madhe. E dyta tha që kam kuptuar nga jeta ime, tha se si e shton Allahu me zeqat, kjo nuk ka formulë që mundet me ta spjegu përveç se praktikoje shife. Ti jep, Allahu qep. Tha I keni Gjerman, interesant. Si dush me të biznisi, mu të zgjeru, tha jep. A hadithi pejgamberit Allahu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi ibn Adam anfiq unfiq alik. Jep t'jap.
Shkon diçka, jep, thot që jap. Ka formula. Formula të cilën Allahu Azza wa Jalla ka kriju këtë dunjë dhe e ka rregullu. Pra beslidhjen që e kena dhonë në Arafat, shkojnë haxhiler ta gjerë dhe kanë shtil e haxhit, qëndrimi në Arafat, edhe pse aty nuk ka dëni ibadet të veçantë. Aty përveç se do preferohet mirë, po shkojnë këtë vend me ripërtrim beslidhjen. Me ja kujtu vetës njeriu sepse këtë dunjë kur ka ardhja kalon një beslidhje Allahut Azza wa Jalla i ka thonë la ilaha illallah, vetëm ti meriton adhurimin. E ku është adhurimi? Tash la ilaha illallah ti pe jep zotin ta. Pe pranon se ki bo beslidhje, ki shku në firmë me vullnetin tan i regjistru. E pse besqohen sa ba me shku në firmë? E pse atëre e prit rrugë? E pse atëre prit me dalë në benzi kurse ti as një ditë stazh në punë, as një ditë stazh si musliman. Për këtë arsye Ibn Qayyim i thonte dhe përfundoj me këtë për shkak se zgjata shumë, Ibn Qayyim i thoi që këtë feja Allahut lidhet në di hadithe. Feja Allahut Azza wa Jalla shumë e thjeshtë. Halali harami, Allahu Azza wa Jalla ka përshkruajtur vetën e tij. Pejgamberin Allahu te ka thënë si hoxh me ta mësu fen, librat i ka zrip, Allahu ka marrë për sipër që me rujt librin e tij, që për shketa pse s'ka nevojë na për pejgamber, përpara pse ka pas nevojë për pejgamber se Allahu se ka marrë për sipër me rujt librin. Sa herë që librat janë falsifikuar, ka një pejgamber i ka korrigju. Ndërsa libri Allahu tash është i ruajtur. Sa herë që na devijojmë, libri na nxjerr në rrugën e drejtë. Pra nevokacioni na e kena tash. Para ata pejgamber s'ka nevojë për pejgamber. Për shkak se Kur'ani i Kerimi është i mbrojtur prej kujt? Prej anës Allahut Azza wa Jall. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne këtë Kur'an e kena zbrit dhe ne do ta mbrojmë. S'ka mundësi as një shkronjë të shtohet apo të maksohet. Dietarët ato janë të cilët e komentojnë dhe sqarojnë, ja sqarojnë gjuhën e njerëzve që e kuptojnë fjalën Allahut Azza wa Jall. Pejgamberin Allahut na ka shkruajtur si na ka dërguar Allahu Azza wa Jall si shembulltir, nëse nuk dihet ti praktikisht, ka sende praktike që duhesh sa herë kur e merr hoxhën që ta krij umrën të më tregoj hoxha, është pejgamberi Allahut që tregon qish me veshë ihramin, qish me rotulluan, qish me bosejde, sa vakt mi falen, shka me lexuan ta. Pra na fen Allahut e kena qartë, marrëveshja mes neve dhe Allahut Azza wa Jall është bo marrëveshje që Allahu i vetmi që meriton adhurimin. E tash pyetja parashtrohet, a jeni të kënaqur ju me Zotin tuaj? Pra ata thot Ibn Qayyim këtë fe lidhet në çka. E para kur thot raditu billahi rabba, unë jam i kënaqur se Zotin tim, Allahun e kam Zot tim. E çka nuk kupton këtu? Do thotë që këtë begatit të cilët i posedoj janë pi Zotit tim. Kanë diskutuar, kanë thonë cila është begatia më madhore që Allahu Azza wa Jalla ka dhuruar njerëzimit? Ka thonë pika ujit. Bota Kina ka mrrin Amerika, kanë mrrin shtetet e fuqishme, a ka arrit dikush dë një formul me na nxjerr neve një pik uji. A kanë mundësi? S'kan mundësi. Për ata pika ujit është mrekulli. وجعلنا من الماء كل شيء حي. Ti s'mun me gjallëru, s'mun me ken i gjallë mos bukon pika ujit. Pika ujit në sebeb. Të vërdan thot, a antum anzaltum al-ma'a min al-muzni am nahnu al-munzilun? A ju jeni që keni zrip ujin nga ret apo ne e kena zrip? Thot, çka mendoni nëse ne ujin do ta mbajshmi të njelmët? A kishi pas mundësi ju me shujtën e gjën t'juaj? Qul araytum in asbaha ma'ukum ghawra fama ya'tikum bima'in ma'in. Pa Allahu me të rejë që ujnë të poshtë. Kush është? Cila fuqi që e qetë mbi sipërfaqen e tokës? Sa përqind njeriu ka ujë në organizmin e vet? Apo 70% këtë ujit. Mos me pas ujë, nuk mund me pa. Mos me pas ujë, s'mund me ndëgju. Mos me pas ujë, s'mund me logjiku. Mos me pas ujë, s'mund me jetu. Pra këtë begati kush ta ka dhënë? Kjo është për Allahu Azza wa Jall. Edhe më interesant se kjo është formula e ujit është HDO, hidrogen oksigjen. Ana e dim se hidrogeni kallët, a oksigjeni ndihmon mu kall, ato rrin bashk, tan jetën nuk kallën. Bile e shuajnë zjarrin. Asa mrekulli. Uj, para ta ka thonë begatia më e madhe që Allahu Azza wa Jall. Njeriu në ditën e Kiametit ka mu pyet për begatit këtë dunjë, para në çështje ka thonë Allahu, as kena dhon ti ujë të freskët për ta shujt eq. Ku falënderim? E disa qërë ka thonë uji është begatia e madhe, ama ka një begati edhe më e madhe se uji. Kush mund me qenë më e madhe se uji? Më e madhe se uji është jeta, që i e gjallë. I vdekur ka nevojë për ujë?
këtë jetë të cilën ti sot jeton, ati e ki përzgjedhë Allahu ta ka dhuru. Sot që je gjallë, sot që merr frim, sot që lëviz, ati e ki përfitu me aftësitë dhe kontributin tanë apo Allahu ta ka dhuru? Allahu ta ka dhuru. Ka thonë ka diçka edhe më madhore se sa jeta. Çka është? Shëndeti. Mos baskon shëndetin ti s'kishe qenë sot xhami, kishe qenë spital. Po je në punë, po mos baskon shëndetit ti s'kishe qenë në punë. Po je në mësim, po mos baskon shëndetit s'kishe mujt me ligjeru. Po je duke ndëgju, po mos baskon shëndetit ti ketë këto a kishe mund me realizu, s'kishe mund. E mbi ta koka e shëndetit është mençuria logjike. Për ata të ne çka thojnë Allahu të rujt mend. Për këtë arsye kjo është begati. Mendja xhevair apo? Allahu Azza wa Jall begatit më të madhe që njeriu ja ka dhuru të menduarin. Për ata edhe banorët e xhenemit e pohojnë dhe thojnë, na me pas shfrytzu këtë begati nuk ishmi qenë xhenem. Çka lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'id. Na di puni kena neglizhu. S'kemi da kohë për me ndëgju. Hoxha ka fol, na në kafe. Hoxha fol, ki ndeshje. Hoxha këshillon, ki mend si ka ati parë. Tamam? Për ata ne nuk ja kena nu menën të ndëgjuarit dhe të logjikuarit. Të analizojmë. Ka dalë, për këto lëvizje që i kam unë, të kam orë dhe njerë midisi, a ki pasë sa fështira, këpëton këtë trupi, a këpëton paralizohet. Pra Allahu Azza wa Jall që ka dhuru këto begati, po begatia më madhore mbi gjithë këta është vëllezër të ndershëm që Allahu Azza wa Jall na ka pasur me Islam. Se Islami është sistemi i jetës. Islami të mëson se pse ke ardhur këtë botë. Islami të mëson kush janë krijuesi jot. Islami të mëson pse jeton ti. Islami mëson ku shkon ti. Çfarë misioni ke? Islami të mëson në rastin e martesës, gëzimit, si të gëzohesh, si të martoni. Islami të mëson si me ediku fëmijët e tu. Islami të mëson si mos sjell me të vjetrit, Islami të mëson si më shiru të vegjël. Kja sistem që kanë xhelozu të qertë për këtë din, këtë fe. Këtë shpenzime tash bota i jep edhe për shkak? Për shkak të xhelozisë që e ka se ti e ke, nëse ken. Kohën e koronës buhem ku hartrohet, dilshin video inqizime në perëndim, po të civilizimit, na mësojshin se si mi la durt. Apo? Ai njeri i shkretirës, a kupton? Para 1400 e diçka vetë ka mësu tije se si mu pastru. Kja është Islami jonë, kja është dini jonë. Para të të Ibn Qayyim, këto janë di hadith dhe vendimtare në Islam. E para, të pohojsh me zemër se unë jam i kënaqur që Allahu në kam zot. Jam i lumtur që pejgamberin Allahut e kam mësues të dërguarit Allahut. Jam i lumtur që jam musliman. E nëse e ban këta, thot vjen ditë hadith që thonë të pejgamberi Allahut, dhaqa ta'amel iman. Vetëm ki e shijon ëmbëlsirën e Islamit. Kënaqësinë, ëmbëlsirën e Islamit s'ka mundësi çdo kush ta shijon. Kush është? Ai i cili është i kënaqur që Allahu e ka Zot ti. Ai që është i kënaqur që Islamin e ka sistem të jetës së vet, dhe ai që i kënaqur që pejgamberin Allahut e ka të dërguar ti. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta na ban nga ato. Allahu ju shpërblet për ndëzimin dhe respektin. Allahu ju nderoj Sheikh Yusuf, Allahu ju begatoft me të mira. Lutim Allahun Azza wa Jall si na ka takuar në këtë vend të bukur dhe të mirë, në këtë baçë, në këtë kopsht të xhennetit, në këtë dunjë të na takon gjithashtu në kopshtet të xhennetit të tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.